ti në fund viteve të 80-ta ke qenë pjesë e këtyre strukturave politike, megjithëse ende nuk ishin mojtur zgjedhjet, po e kuptoj, po disi ke qenë afër vendimarrjes, nëse jo vetë në vendimarrje. Neve atëherë na ndodhi një gjë që faktikisht sistemi jon i arsimit u vu para një rreziku të madh, pasi u dëbuan mësimdhënësit nga shkollat, nxënësit nga fakultetet, universitetet dhe u krijua i ashtu quajturi sistem paralel. Thjesht po më intereson udhëheqja e atëhershme politike, leadershipi i atëhershëm. Çfarë pritje keni pas ju prej sistemit paralel? A e keni ditë në çka po hyjmë, a keni hyrë me dilema, a keni hyrë me vendosmëri, në çfarë mënyre keni hyrë atë? Kjo është një pyetje që kërkon një përgjigje gjatë, po përpiqem ta jap në formë pak më të kondenzuar. Ballafaqimi me këtë dilemë rreth arsimit ka ardhur tek Këshilli Koordinues i Partive Politike të Kosovës, në të cilën kam qenë unë, jeni pjesëmarrës. Kryetar ka qenë Ibrahim Rugova. Dhe ne mblidheshim çdo javë dhe gjatë javës disa herë për të trajtuar çështje vendime strategjike. Dhe arsimi ishte vendim strategjik. Dhe me te merrej Femi Agani Indier, i cili ishte i involvuar. Dhe pika në të cilën ai insistonte ishte se ne duhet të ruajmë sistemin arsimor do si do. Sepse është pika e cila mobilizon tërë shoqërinë. Në atë kohë e mbaj mend, ai përmendte 400.000 njerëz, qoftë nxënës, qoftë mësimdhënës, të cilët janë të përfshirë në te. Unë kam qenë pak më radikal në atë kohë dhe unë insistoja që ne duhet të mobilizojmë, me qenë se janë 400.000 njerëz, atëherë prindërit dhe nxënësit duhet dalin para objekteve mësimore, mos lejojnë marrjen e tyre. Dhe që të mbrojnë fizikisht me atë sa është e mundur natyrisht. Nëse kjo do të ndodhte në tërë territorin e Kosovës, atëherë shkalla mobilizimit të aparatit represiv do të ishte do të kërkonte shumë më tepër mund se sa që kishin deri atëherë. Ky opsion ndonë se ne kishim thënë që ne do të mbrojmë me trupat tonë, shkolla kishte njëna prej deklaratave aty. Me njëherë mbas mbylljes së shkollave të mesme ra. Ky opsion i mbrojtjes, i mobilizimit të përgjithshëm, kishte frikë brenda udhëheqjes që Serbia do të përdorte dhunë. Në fakt, ajo kishte përdor gazin helmus në Podujevë. Më thonë, kishim një precedent dhe kishim një frikë brenda udhëheqjes se kjo do të përsëriti. Atëherë, njëra prej opsioneve që doli ishte, dhe këtë e paraqiti Shkenzel Maliqi, ishte ideja e universitetet fluturuese, si quheshin, të cilën e organizonte Solidarność në Poloni. Mas mbylljes universitet ose mas përjashtimit të profesorëve që ishin anti-pushtet, atëherë ata organizonin këto klasët fluturuese, si që quhen, ku profesori shkonte në një banesë, aty mblidheshin studentët, ai mbante duket pa të mbo diçka këfosi pas vitit 2000 të ngjashme në Kosovë, diçka si Open University, e majnë mend, po tash kam harru po. Po në atë kohë kjo ka qenë, domethënë ideja fillestare ka qenë kjo, atëherë Femi Agani Indier e elaboroi dhe tha shkollat nuk janë objekt. Shkolla është sistem. Dhe përderisa ne e ruajmë sistemin, i ruajmë profesorët, i ruajmë nxënësit, atëherë ne kemi ruajtur shkollimin dhe të gjithë u dakorduam që ta përkrahim këtë opsion të vetëdijshëm. Atëherë ishim edhe të vetëdijshëm, edhe profesor Agani ishte i vetëdijshëm që do të kemi rënje në cilësi të arsimit, po kjo ishte çështje mbijetese. Nuk ishte më çështje. Punën e financimit atëherë nuk e keni diskutuar. E kemi diskutuar dhe prej aty doli ideja që me 3%-shin që do të zhvillojë si sistem në
nga qeveria jonë në ekzil, do ta financonim arsimin, sepse ishte e qartë se në momentin kur ne ngrisnim edhe një sistem financiar paralel, atëherë tregonim kapacitetin tonë shtetëror.